Lokali mund vogël që dikur ka qenë shoferi ish prokurori Tarian Ndoja është sulmuar gjatë natës me breshëri plumbash nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarjen e ka kallëzuar në polici vetë pronari i lokalit që ndodhet në Krahas të Krujës. Fatmirësisht si pasojë të shtënave ka patur vetëm dëme materiale. Në vendngjarje dallohen dhe shenjat e plumbave në xhamat e lokalit deri në banak. Autorët e armatosur mësohet se kanë qelluar nga rruga nacionale Kruj-Fushkruj në drejtim të lokalit dhe hoteli që ndodhet mbi të, ndërsa grupi hetimor ka gjetur në vendin e ngjarjes 15 gëzhoja. Voga është një personazh i njohur për policinë. Ai ka shërbyer si shoferi ish prokurori Tarian Ndoja, të cilin në vitin 2019 i u bë atentat, duke qenë në shoqërinë Aleksandar Lahos, i njohur si Rumi Shiakut. Ndërkohë Ndoja kandidoi këtë vit në siglën e Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe u zgjodh deputet. Në vitin 2017, Vogesi është vendosur një sasi eksplozivi në lokal, ndërsa në vitin 2018, ai është akuzuar si një nga persona që ka dhunuar avokatin Ilia në Durrës. Po ashtu Voga është arrestuar në janar të vitit 2020 nga policia e Tiranës për armbajtje pa leje, pasi udhëtonte me një mjet të blinduar dhe me fenelina, ndërsa në çantë u gjet një armë zjarri pistolete tipit TT. Pronari i lokalit ka qëndruar i rezervuar gjatë marrjes në pyetje, pa dhënë detaje apo dyshime mbi autorit e mundshëm, ndërkohë burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se hetimet janë shtrirë në disa pista. Një ndër pistat kryesore që po shqyrtohet lidhet me një konflikt për çështje pronësie, megjithatë nuk jepen ende detaje të plota. Autorët dyshohet se kanë dalë nga zona pyllëzuar dhe kanë qelluar në drejtim të lokalit, ndërsa mbanin kapuç në kokë për të fshehur identitetin. Pas atentatit ata janë larguar me këmbë në drejtim të pyllit, por nuk përjashtohet mundësia që më pas të jenë ndihmuar nga persona të tjerë për t'u larguar me automjet. Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë të bizneseve përreth me qëllim identifikimin e autorëve.